Nderuar vëllezër, në këtë ditë gjumaje sot bashkarisht do të udhtojmë dhe do të freskohemi me disa ajete kuranore nga kaptina El Insan. Është një kaptin e cila ka vetëm 31 ajete, nuk është kaptin e gjatë, edhe është kaptina me numër 76, do me thonë kaptina e 76, e cila ka zbritur mbas surës Er-Rahman. Surë Er-Rahman e keni dëgjuar me siguri më shumë. Kjo është surja El Insan. Interesant. Allahu Gjeleshanu edhe emërtimin e surës e ka bërë në bazë të mesazhit kujt i drejtohet. Do me thonë kujt i drejtohet surja Insanit. Edhe Allahu Gjeleshanu ka urdhëruar që kjo surë ta ketë këtë emër El Insan. Kaptin me 31 ajete, apo surja e 76 mbas surës Rahman. Është një kaptin interesante se Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu e fillon, dashur vëllezër, ligjërimin e fillon me një informacion shumë interesant. Do të thonë, me informacionin se tregon gjenezën e njeriut. Më thonë prejardhin e njeriut, edhe prezencën e njeriut, El Insan, të njeriut në këtë planet, në këtë glob. Fjala insan, pse Allahu e ka emërtuar me këtë term njeriun, El Insan, me siguri dikush mund ta ketë dëgjuar, dikush jo. Fjala insan rrjedh nga rrënja e fjalës nesije, me 3 shkronja. Nesije çfarë me thonë? Nesije do me thonë diçka apo dikush që haron. Interesant. Ne jemi harues. Këtë Allahu don të na bëjë me dije. Do me thonë, prandaj jo rastisht Allahu ka mund të na quajë neve apo të na emërtoj neve me emra të tjerë, ashtu. Por ka thonë, kjo krijesë që jemi ne në këtë glob, në këtë planet, do ta ketë emrin insan. Shkoni, krejt surja, komplet surja, e ka emrin El Insan, njeriu. Pse njeriu? Sepse njeriu është në epicentër të universit. E dini? Njeriu është në epicentër të universit. Kushdo që t'ju thot, ka krijesa tjera, s'ka krijesa tjera, ne dim që ka krijesa tjera, janë melekët, janë gjinët, është edhe insani, janë njerëzit. Mirë po, kush u vendos në epicentër? Njeriu. Po a ka kaptin për gjinët? Ka. Interesant. Në Kur'an ka një kaptin që ka emrin El Gjin, kaptina e gjinëve. Don, këto di krijesa janë të vetmet krijesat, dashur vëllezër, që do të hyjnë në xhenet ose do të hyjnë në xhehenem. Melekët nuk hyjnë në xhehenem. Melekët janë vetëm në xhenet. Por ka melek që janë kujdestar të xhehenemit. Kjo nuk do me thonë që ato janë të dënuar të qëndrojnë në xhehenem. Ato janë kujdestar. Ato nuk i djeg zjarri i xhehenemit, melekët. Se ato kujdesen për xhehenemin. Keni parasysh? E ky insan që ka prejardhjen apo prejardhja e emërtimit të njeriut me fjalën insan rrjedh nga fjala nesje apo që haron, ne jemi krijesa që harojmë. Interesant. Wa ma ansanihu illa shaytan. Keni parasysh? Fjala nesje kalon shumë në parajetin. Nëse dikush merret shumë me Kur'anin, mund të jetë më i thelluar edhe më i ndërgjegjshëm në temë. Do thonë, wa ma ansanihu illa shaytan. Që do me thonë, shejtani, dashur vëllezër, shejtani ndikon në haresën e insanit. Të dini. Wa ma ansanihu illa shaytan. Atë thot nuk e bëri të haroj përpos shejtanit. Shejtani është në të shumtën e rasteve që të bën të harosh. Sidomos në punët e hajratit, në punët e namazit, keni parasysh një herë? A i bona 2 recata, 3 recata, se i bona me? Nuk e di, hajde bëni se visejde. Keni parasysh?
A thash, a i bona 2 sejdë, apo i bona 1 sejdë, a i bona 4 farze, apo 5 farze, 5 recatën e farze. E kjo është wema ensanihu ille shejtan. Se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, shejtani qarkullon në arterjet, në damarët e gjakut të njeriut, si qarkullon gjaku, ashtu qarkullon edhe shejtani. Interesant. Atë mundësi e ka. Prandaj, në kohën e Musës alayhis salam, kur u takua, kur donte të takohej Musa alayhis salam me atë mësuesin e madh që ne e quajmë Hëzri, në gjuhën islame, në terminologjinë islame i thuan Hidri, se Musa alayhis salam, keni parasysh, një ditë prej ditëve ju mbajti një fjalim popullit të tij, Ben Israilëve. Edhe aq bukur foli, aq argumentues dhe bindës ishte Musa alayhis salam, sa që i hyri në qejf pak vetë. Keni parasysh, do një të hinë qejf vetë, do njëherë, që nuk është mirë. Aman, shejtani pak nxitën, se shejtani jo vetëm nxitës, nuk është aq i rrezikshëm se e mendon dikush, atini. Ai vetëm e ndezën e shkon. Nuk punon që dërgjon, e ndezën e shkon. Edhe Musa alayhis salam, sikur ju bë qejfi se e lavdëruan shumë popull që e dëgjoi. Edhe bile disave dashur vëllezër, ju tha, si u duka sot, si fola sot. A pejgamberi mund të bëjë këtë? Po e bën, edhe ai njeri është. Edhe ju tha, a mendoni se ka ndonjë njeri më i mençur se unë, më i dijshëm se unë? Këtë tha Musa alayhis salam, e dini. Ato i thanë, o Musa, si ti kaq i dijshëm s'kemi pa. Ai atëherë ma u knaq krejt. Vetëm që nuk fluturoj. Edhe Allahu dhul Gjelal, për t'ja bërë me dije Musës alayhis salam, o Musa, ka hala me dijshëm se ti, të dish. Në Kur'an kalon një ajet shumë interesant. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, mas çdo dije ka një më të ditur. E dini? Më të ditur. Për herë, në fizik, në kimi, në inxhinieri, në arkitektur, në teologji, në islam, ka djetar, po ka djetar mande, amën ka dhe mande, maj madh mbi këta të gjitha të mëdhej është Allahu xhaleshanu. Se ne kemi dije vetëm një shkëndij nga shkëndija e ilmit të pafund të Allahut. Shkëndije, dini thon, iskër, asgjë tjetër, iskër. Se dija e Allahut është oqeani pa fund, oqeanët kanë fund, dija e tij s'ka fund. Edhe Allahu dhul Gjelal, për që bërë me dije Musës alayhis salam që ka më të ditur se ti, çfarë tha? Do shkojsh, do takohesh me një vend ku takohen 2 dete. 2 dete. Thuar deti Kush, deti Mesdhe, janë disa vende atje ku supozohet që mund të jenë ato, ku puqet 2 dete. Edhe ati u desh të takojnë Hidrin, Hëzrin. E mori një nxanës, imagjinoni nxanës, e mori një shoqërues që tregon se dashur vëllezër, ne edhe si urxhollar, edhe si mësues, edhe si doktor, edhe si prijes, edhe si udhëheqjes, por edhe si politikan, nuk shkon puna pa nxanës. Asnjëherë nuk mund t'i bëjsh vetë punët. Këtë Allahu na bën me dije. Allahu dhul Gjelal kishte mundësi islamin ta çonte pa problem. Vetë ta çonte. Edhe bile ka argumentuar, ka dëshmuar, ka premtuar, ka garantuar në Kur'an se ai e zbriti Kur'anin dhe ai do ta ruaj. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allahu shumë mirë shprehet. Thot, ne zbritëm Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë atë. Njerëzit çfarë janë? Njerëzit janë sebepe për ta çuar përpara. Por thot, nxënës duhet me pat. Ne duhet lëm pas gjenerata nxënës student. Pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe ai mund ta çonte në vend amanetin, por Allahu ligjet e dynjas nuk I prishën. Ja dha Ebu Bekri, ja dha Omerin, ja dha Osmanin, ja dha Aliun, edhe plus 10.000 nxënës tjerë që quhen sahabe. Nuk është kot. Edhe Allahu I dha Musait alayhis salam një nxënës që thuhet se ka qenë Yusha bin Nun. Edhe ai gati në gradën e profetit të pejgamberit. Gati në gradë, jo si Musa, por
shumë njeri i mirë, shumë nxënës i mirë, njeri që më vonë do të bante një revolucion jashtëzakonisht të madh. Edhe ato kishin një peshk, që do të hanin kur do të lodheshin, mirë pa atë peshkën, kur u nisën, ullën, pushuan, pa kur u nisën, e kishin haruar peshkun. Interesant. Ati në histori të rëgonë se peshku ishte i pjekur, edhe pse ishte i pjekur a i rëshqiti në ujë dhe u boj gjallë dhe vazhdoj, kjo është pjesë e historisë, neve s'na intereson. Kur ato u lodhën pastaj dhe Musa kërkoi të haje buk, edhe i tha ati nxënësit, nxirri qatë peshkun të ham pak buk, kur e pa, se kishte, e kishin harruar. Edhe çfarë tha nxënësi? Allahu thot kështu: "Wama ansanihu illa shejtan." Atë e bëri të haroj shejtani. Shkoni, shejtani është ai që në të shumtën e rasteve na bën të harojmë. Keni parasysh? Sidomos shejtani ka qejf të harosh në namaz. Namaz të harosh. Keni parasysh? Ai keni vënë re për shembull sa lidhesh, me kjo është interesant. Sa lidhesh namaz, Allahu Ekber, me njerë fusha për para. Krediti, banka, kartica, djali, vajza, familja, sinedigini, baushteli, krejt namaz. Interesant. Ti ke ka për t'i menduar këto gjonat, për shembull 20 saat nuk paraqiten, namaz do të paraqiten. E këtë ka shpjeguar shumë bukur Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ka thonë? Ka thonë kur thirrën ezani, shejtani largohet. Sa ndalet ezani, shejtani përsëri vjen. Interesant. Edhe kur të fillojsh sunetet ti falesh, ai aty është me ti. Sa fillon ikameti për të hyrë në faz, ai përsëri ja çan, ikën. Shkon. Sa mbaron ikameti, fillon farzi, Allahu Akbar, ai vjen. Enema fillon me ti. Ai nuk falet, ama ai fillon me nxitjen, interesant. E tani në këtë moment fillojnë ato. Ai bën atë rekat, e këndova be atë surën bas elhamit, as e këndova, a thash semi Allahu limen hamide, a nuk thash Rabbena wa lakal hamd, a bën një sejdë, a bën kënd. Krejt shejtani i bën këto. Pse? Allahu ka vërtetuar në Kur'an, wa ma ansanihu illa shejtan. Shejtani është një prej fenomeneve i cili ndikon shumë negativisht në jetën tonë. Por personi i cili ka një ego të fortë, një unë të fortë, një bindje të fortë në Allahun Dhul Xhelal, ai nuk e toleron një shejtan që kaq 3 cm të ndikojë dhe të luaje me ti aq shumë. Keni parasysh? Në kohën e Abu Hanifes, se di e kam treguar, tregohet se një njeri i kishte haruar se ku i ka fshe altanat, ari. Kish haru, interesant. I ka fshe dikundi, ka shku në tregti, si ne që shkojmë gurbet, i lam dikundi, edhe shkojmë gurbet. Edhe kur vinaj prej tregtije, i haron, i del menç. A i kam lanë këtu, a i kam lanë atje, a i kam lanë këtu, atje, kështu me ra, i haron, edhe shkon e pyet Ebu Hanifen, Ebu Hanifja djetari matë, ju e dini shumë mirë, kush ka qenë, e pyetët, a ka ndonjë dovë, ndonjë diçka të lexoj që të më kujtohet, ku i kam lanë altanat? A i ka thënë, s'ka asnjë dovë fiq. Çfarë? Po çfarë bëj? Ka thënë, fillon falja 2 rekat namaz, me ne do të deket. Sa hi namaz, sa hi namaz, Allahu Ekber, me ne shejtani vinja kujtohet, thot, i kje ndëror marë, ku e di ju. Pse i tërgoj shejtan? Me njerë ju më tek. Bile ai priste me shpi, ta pe selam ti tërgoj Ebu Hanife se mu më tek. Edhe i thot, o shejх, o Ebu Hanife, pse mu kujtua me njerë namaz, pse më tha namaz? Sepse thot, nxitja që ti mos jesh i koncentruar në namaz, për shejtanin, është më e dashur se sa altanat tuj, se sa ari. Një parasysh. Ai ka qejf që ti namaz të shkruaj mendja ke altanat, jo ke Allahu Dhul Xhelal. Prandaj ta ka kujtu, se ai nuk e don për kushtimin tonë në namaz. Jo rastisht Allahu Dhul Xhelal dashur vëllezër shprehet në Kur'anin famullar në atë që thash surën El-Insan.
Surja Insan, dashur vëllezër, Surja Insan, atë që e thash në fillim, është emërtuar mbi bazën e hares. Na bëjë neve Allahu me dije që ju harani. Por, a është, dikush do pyet se, a është haram që mu më shkon mendje ka mos në namaz? Nuk është haram. Pse nuk është haram? Allahu na ka arsyetuar neve. Pse na ka arsyetuar? Na ka thënë se ju jeni insan. A insani çfarë është? Fjala insan rrjedh nga fjala hares, njeri që haron. Por thot, çfarë duhet të bëjmë? Ti nuk je gjinaqar pse të hikën mendja. Ti bëhesh gjinaqar në momentin që mendja që të ka hik nuk mundohesh ta kthesh në namaz. Atëherë bëhesh gjinaqar. Mendja të ka shkuar në gurbet. Ktheu pa. Kthe mendën edhe bënja me dije gurbeti që Allahu është më i madh se gurbeti. Allahu është më i madh se gjali jot. Allahu është më i madh se llogaria bankare. Allahu është më i madh se rroga jote që e merr kështu me radhë. Do thonë, ti je para Allahut, ti je para Er-Rezzakut. Çfarë më thon fjala Rezzak? Ti je para furnizuesit. Ti je para furnizuesit. Ai furnizon, mos u mërzit. Edhe prandaj Allahu xhelal dashur vëllezër shprehet një punë që të çon në xhenet. Një punë që të çon në xhenet. Cila është ajo punë? Inna lil muttaqine apo innal ebrare pastaj. Ka edhe innal muttaqine me të vërtet të devotshmit. Në surën Insan fjalën të devotshëm e ka përdorur në vend të saj innal ebrare. Ne kemi edhe emra gjemsh që ne vendojnë ebrar. Keni dëgjuar? Emër gjali ebrar. A është i mirë? Shumë i mirë është si emër. Innal ebrare yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ebrarët, kush janë ebrarët? Ebrarët dashur vëllezër janë të devotshmit. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Të devotshmit do jenë në xhenet definitivisht. Të devotshmit, ama cili i devotshëm? Ai që e don Allahun më shumë se darsmën. Kjo i devotshëm. Ai që e don namazin më shumë se misafirët. Kjo i devotshëm. Nuk ka mbare. Misafiri mund prese 5 minuta. Thuaj fat ta falje akshamin. Mes akshamit dhe jacis ka kohën shumë e ngushtë, ashtu. Mere se gjatën dilë falu andej, nuk është të i dashullah. Misafiri nëse është i ndërgjegjshëm, e dim vlerën e islamit dhe namazit, thotë s'ka problem. Bile mund të të bashkangjitet misafiri të falni akshamin bashkarisht. Nuk është turp. Në çfarë do situate, namazi është më parë. Krejt punë tjera presin. E dini pse presin? Se ne dashur vëllezër u krijuam ta adhurojmë Allahun, ti bëjmë namaz Allahut. Këto punë tjera Allahu i quan lehvon. Lehv. E dini çfarë është lehv? Është dëfrim në këtë dynja. Walejb dhe lojë është, gjithçka lojë. Gjithçka jashtë namazit, jashtë islamit, jashtë synimit të islamit në këtë dynjë është lojë, dëfrim. Çfarë dëfrimi? Që të kalojë me koha. Pse të kalojë? Që të vish shkosh ke vari. Se vari të pret, asgjë tjetër. Keni parasysh? Unë shpesh e analizoj jetën e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nuk e di a u shkon ndonjëherë ndërmend apo dikujt a i ka shkuar ndërmend kjo analizë. Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka jetuar 63 vjet. Ashtu, 63 vjet. Në moshën 40 vjeçare i ka ardhur shpallja. Në moshën 40 vjeçare i ka ardhur shpallja. Shpallja zgjati 23 vjet. 13 vjet Mekë edhe 10 në Medinë. 23 edhe 40 bëjnë 63, ashtu. Shkoni. Në momentin që përfundoi shpallja, u kompletua Kurani famullar. U kompletua mesazhi hinor i Allahut dhul xhelal, ashtu. U sos kjo punë. Edhe zbriti edhe ajeti i parafundit, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu bikum al-islam dina. Allahu i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, sot e përsosa, përfundova për ju emanetin tim hinor. Fen tuaj e kompletova. Wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe plotësova të gjitha begatit ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dina, edhe jam shumë i kënaqur që për ju si fe të jetë kush?
Islami. Usos Islami. Mbaroj Islami. Shifni. Ne sot vetëm e spjegojmë Islamin. Ne sot e spjegojmë Islamin. Ne nuk e plotësojmë Islamin. Islamin e ka plotësuar i madhi Allah me Kuranin. Islami është i plotësuar në Kuran komplet. Ajo që ne nuk dim aq sa duhet të shqellojmë çështjet kuranore, e diçka tjetër është. Por Islami është i plotësuar komplet. A usos Kurani, a zbritje dhe ky ajet, ka edhe një ajet tjetër, i cili quhet "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah", ky është ajeti i fundit që ka zbrit në Kuran. E dini? Ajeti i parë është Ikra bismi, ky është ajeti i fundit, tjetri keni frikë Allahun kur do të kthehej një ditë ke Allahu. Keni frikë. Ky është ajeti i fundit. Mbasi usos edhe erdhi edhe ajeti i fundit i dashur Allah, për të kuptuar rolin tënd ti edhe unë në këtë dynjë, Muhamedi a.s. jetoi edhe 81 ditë edhe vdiq. Shkoi ke Allahu i lartë madhëruar. A e kuptoni pse përmendi këtë? Do me thonë, Muhamedi a.s. e kreu, e sosi emanetin e ty, mesazhin e ty në këtë dynjë, edhe Allahu dhul Gjelal mbasi e sosi Kuranin, nuk i tha, o Muhammed, shko pak ka Dubai, bëne një pushim se u lodhe 23 vjetë me këto qafira, me këto shkije që pate pun me mushrikët e Mekës. Nuk i tha, shko në pushim. Interesant. Asë një pushim s'ka babi, interesant. Kërë 2 miliard njerëz u banë musliman. O, ato u banë pre Allahu, po Muhammed a.s. ishte që ai që e quaj emanetin e Zotit në vend. A ne lodhemi, për dhe Muhammed e ka qenë prej mishi, prej koci, prej sistemi nervor dhe prej gjabë, pashtu. Dhe shkoj hoxho pak në pushim, ka Dursi, ka Ulqini, pak ka Dubajs, ju më lodh pak, andaj këndej, ne lodhemi, interesant. Ani për shkon pushim, nuk është problem, pushimi nuk është haram, ama ka regullë, të dish, ka regullë, si qkohet pushim. Nëse pushimi jot e te i kalon zeqatin tënd, ajo është haram, të dish. Nëse pushimi jot e te i kalon shumën e zeqatit që duhet të hapësh, ama kur i thua për zeqatin nuk i del, për pushimi del, interesant. Ne e bëjmë matematikën ka e prapa, disa herë. A haron se ti u thonë ke ai që prej ti do kërkoj shpëtim. Kujdes. Shpëtimin ne dhe e kërkojmë prej Allahut. Edhe Allahu kur të ka thonë bjermave zeqatit, dhe shkojmë pushim, s'mdel. Për Allahu nuk del, para mendo. A ti udhëton edhe kur shkon pushim, e di që shkon ke Allahu. Në çfarë kuptimi? Por rrugës maazallah, Allahu mos e bof një aksident, ti vdes shkon ke Allahu, e shef? A ti krejt mendon se në pushim shkon. Abe, gjdo hap i ini, dashullah, gjdo hap që ne e bëjmë, këtë dynjë, shkojmë ke Allahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe te ai do të kthehemi. Rajiun. Fjala rajiun, arabisht i thuan fi'l mudari. Është koha e tashme, po që vazhdon, nuk ndalet, rajiun. Vazhdojmë të kthehemi, vazhdojmë. O bo 2026, në një vit jemi ma afër Allahu Gjeleshanu. Ndoshta një dit, ndoshta një muj, ndoshta një javë ma afër. Ndaj është e palidit festojsh vit ri, edhe pse nuk është islam ajo. As krishtere nuk është pagane. Është mushrike. Ama njeriu që jeton me bindje se është udhëtar drejt Allahut, ndryshe i matën gjanët. Jo pse unë tham, jo pse Kurani thot, abe për interesin tënd, as gjë tjetër. A do në shpëtojsh? Ti do në shpëtojsh? Kush do në digjet në zarë? As kush. Ama me punë që i ban ti e nëzitën zjarin e gjenemit tënd, stakfirullah, Allahu na ruaj. Edhe kur thot, innel ebrare yashrabuna min kesin, kane mizagjuha kafura, këto të devotshëm që mendojnë me këtë të menduar, dashur vëllezër, që janë duke udhëtuar drejt Allahut, në xhenet do jenë pranë burimeve.
edhe do pi një pije freskuese që ka emrin kafura. Kafura. Çfarë është kafura? Është pije aromatike. Këtu ka mund t'i merrni dy emra, një emër për djalë, kush pret djalë të i lindje, është emër Kurani, Ebrar është emër djali shumë i bukur, edhe në fund të ajetit keni një emër vejze, kafura. Shumë emri i bukur është. Mund t'i vendosh vajzës emër kafura. Emër i mirë. Çfarë më thon kafura? Është një ndër pijet më aromatike në xhenet. Shumë e bukur është. Aynen yashrabu biha ibadullahi. Ajo është një burim, kafura është një burim në xhenet, dashur vëllezër, një burim në xhenet, tash kalon prej dynjos në xhenet. Edhe ky burim thot është vetëm në të do pinë prej këti burimi ibadullahi. Robërit e Allahut, ibadullahi. Po ato që jonë xhenem, a nuk jonë robërit e Allahut? Jonë, po ato atyre Allahu ju thot xhehenemli. Këto që jonë xhenet u thot robërit e me. Fjala rob, kjo Allahu është ledhatuese, dini? Është ledhatuese. Nuk është rob që të mban lidhet ke dorë dhe të kamët. Jo. Të jesh rob i Allahut, do me thonë të jesh në Islam përkthehet mik i dashur i Allahut. Ibadullahi yufajjirunaha tafjira, edhe mund ta bartin ujin e këtij burimit kudo që të duan ata. E kush janë këto që do jenë në këtë xhenet? Kush janë këto? A janë ato që e qajnë lodrën 100 euro? Ja qajnë lodrën interesant lodra gjejës. Ose këtë june, fugën pare, Allah stakfirullah. Me thamë për xhamin, diçka dhe 50 miliard ose 10 miliard, ose 10 dinar. Stakfirullah. Edhe do në xhenetin, interesant. E shqipi sa të pa logjikshëm jemi në këtë rast. Jeta e pa fund më është atje, në botën tjetër. E dini? Ju krejt e dini. Krejt e dini. A më kurosh lodra pare e haron. Ose e këngëtar, ja. Ju fune bin nedhri. Këto në xhenet do jenë vetëm ata që e mbajnë premtimin. A më fjala premtim është shumë e madhe. Kene ma para është përkthyer besa shqiptare. Ose besa, ku e di unë. Ju fune bin nedhri. E mbajnë premtimin. Çfarë premtimi? I ka thonë, o Zot, çfarë ke thonë ti, unë do bëj? Në këtë rast je banor xhenet. Çfarë ke thonë ti, unë do bëj? Edhe çfarë ke ndaluar ti, unë nuk bëj? Shumë e thjesht. Definicion për devotshmërinë më i thjesht ky është. Ti bësh halallet, largohesh nga haramet. U sa s'punë. A mund ti hudhish 300 miliard ose 50 euro ose 100 euro ose kretë të janë harame, të cilat e asfaltojnë rrugën tënde për në xhehenem, jo për në xhenet. Ju fune bin nedhri. Kjo është kushti i parë. Kushti i parë është për të qenë në xhenet. Kushti i dytë, wa yakhafuna yawman, edhe kanë frikë ditën, atë ditë kanë sherruhu mustatira. Sherri, dëmi së cilës është jashtëzakonisht i tmerrshëm. Ditë. Para mendoj se i tmerrshëm. Nuk dua asnjë të trishtoj se jemi ditën më të bukur të javës në xhumë. Por për ta kuptuar se sa e tmerrshme është ajo ditë, Allahu thot në Kur'an, "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Ajo është dita në të cilën djali hikën djali prej babës dhe nanës. Ummihi wa abihi. Prej gruas së tij, wa sahibatihi wa banihi, edhe prej djemve të tij. Allahu na ruaj. A mund të paramendosh një skenë në këtë dynjë, nëse ndodhen diçka më të mërshme, Allahu na ruaj. Të hikje baba prej djembe, ose nana prej djembe. Sikën. Në asnjë moment nuk ikën, vallahi. Çdo bab në këtë dynjë, edhe nan, është në gjendje të hijë në zjarr për fëmijët e tij, ashtu. Këtë nuk e diskutoj. Edhe nuk e dishoj as kërkun. Te askush nuk e dishoj. Ne për çto jetojmë, alhamdulillah. Edhe punojmë, edhe plakemi, edhe smuremi, edhe vdesim ndoshta. Aman e kundërta është në botën tjetër.
Se Allahu dëshmon. Se për Allahun krejt ngjarja është e pame. Për Allahun ka ndodhur kjo punë. Ai thot, është dita kur do hikin baba, nana prej fëmijëve, fëmijët prej nanës, prej babës. Para mendoni, prej gruas, prej qie, prej vllaut, po se po. Do hiki, interesant. E kjo është tmeri kësaj ditë. Për t'i shpëtuar tmerit të kësaj ditë çfarë? Duhet kesh frikë Allahut. Allahun që e krijoi tmerin e kësaj ditë. Edhe çfarë thot? Për shpëtuar është një mundësi shumë e madhe tjetër. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinen wa yatiman wa asira. Edhe në këtë dynjë u japin fukarave, o dashullah. Kjo deponim, kur je fukaras, është deponim, i çon në botën tjetër para se më shku ti. Kur do shkosh në botën tjetër, ato të presën. Sadakaja, zeqatit, presën e tjetë presën. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, për hir të Allahut u japin fukarave, u japin jetimave, u japin edhe robërve. Këtu i përmendën robës, se atëherë ende ka qenë ligji i robërve aktual. Allahu inshallah na ruaj të gjithëve inshallah, na bën për atyre që do falim namaz që është më kryesore, edhe të bëjmë punë të mira. Se Allahu gjithkund në Kur'an thot, në xhenet do jenë ata që besuan dhe bën punë të mira. Asnjëherë nuk se kalon, s'ka thonë vetëm ata që besuan, por që bën punë të mira. Allahu na bëf prej punë mirëve inshallah, të gjithëve inshallah. Allahu na udhëzon dhe i pastrov zemrat tona. Dashurinë e kësaj dynjaje ta heqë nga zemrat tona, të fusë në zemrat tona dashurinë e ahiretit, dashurinë e Allahut, dashurinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti udhëzoj ata që nuk janë në rrugën e tij inshallah. Edhe neve të na mbrojë që mos devijojmë, të i shpëtoj të gjithë besimtarët që kanë thënë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, walillahi al-Fatiha.